Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për rrezet në hapësirë dhe anijen kozmike që i është afruar më shumë diellit. Anijet kozmike janë të shumta. Ato nuk udhëtojnë vetëm në errësirë, por hapësira kozmike duket shumë e errët sepse është pothuajse bosh. Në hapësirë nuk ka ajër që të shpërndajë dritën si në tokë. Prandaj qielli duket i zi edhe kur dielli ndriçon fort. Anijet kozmike udhëtojnë pranë diellit, pranë planeteve dhe në zona me shumë dritë dhe me hije. Për shembull, astronautët shohin lindjen dhe perëndimin e diellit shumë herë në ditë, ndërsa anijet që shkojnë larg diellit futen në zona shumë më të errëta dhe të ftohta. Një gjë interesante është se në hapësirë, nëse je në dritën e diellit, mund të jetë shumë nxehtë, por vetëm pak metra më larg në hije, temperatura bie jashtëzakonisht shumë. Në hapësirë, drita e diellit është pothuajse e vazhdueshme dhe shumë e fortë, sepse nuk ka atmosferë si në tokë që ta shpërndajë dhe zbusë. Nëse një objekt futet pas një planeti ose nën hijen e një anijeje, ky objekt kalon menjëherë në errësirë të thellë. Për astronautët, kjo krijon kontraste shumë të forta. Njëra anë mund të jetë shumë e nxehtë nga drita e diellit dhe ana tjetër që është në hije është shumë e ftohtë. Pra, mund të themi se drita e diellit në hapësirë nuk fiket, por gjithçka varet nëse je në vijë direkte të saj apo në hije. Drita e diellit nuk është vetëm dritë, ajo sjell edhe nxehtësi. Në fakt, rrezet e diellit janë një forëm energjie që përfshin dritën që ne e shohim, nxehtësinë, infra të kuqe që ne e ndjejmë dhe rrezatime të tjera që ne nuk i shohim fare. Lind pyetja, si jep nxehtësi dielli në hapësirë? Në hapësirë nuk ka ajër, por rrezet e diellit udhëtojnë direkt si valë energjie. Kur godasin një objekt, për shembull një anije kozmike, energjia kthehet menjëherë në nxehtësi. Prandaj, pjesa e anijes që është në diell nxehet shumë, ndërsa pjesa e anijes që është në hije ftohet shumë. Një pjesë e një planeti, për shembull e Tokës, kur qëndron gjatë në rrezet e diellit, ndodhin disa gjëra fizike të rëndësishme. Rrezet e diellit ngrohin Tokën, shkëmbijnë ujin dhe rërën. Sa më gjatë eksplorohet kjo zonë, aq më shumë energji grumbullon. Pastaj nxehtësia shpërndahet. Planeti nuk e mban nxehtësinë vetëm në një pikë. Era e shpërndan në ajër. Uji e thith dhe e lëviz dhe rrotullimi i planetit e çon atë në zona të tjera. Kur vjen nata, kjo pjesë largohet nga dielli dhe fillon të humbas nxehtësinë në hapësirë. Temperatura bie më ngadalë në det dhe më shpejt në shkretëtirë. Toka, edhe pse merr shumë energji nga dielli, ka atmosferën që rregullon temperaturën. Ka oqeane që thithin nxehtësinë dhe ajo rrotullohet vazhdimisht, kështu që asnjë pjesë e saj nuk nxehet pa pushim. Planetët pa atmosferë, si për shembull planeti i Mërkurit. Në këtë planet ndodhin gjëra ekstreme. Pjesa e cila është në diell bëhet shumë e nxehtë, ndërsa pjesa e planetit që është në hije është shumë e ftohtë, sepse nuk ka ajër që të shpërndajë nxehtësinë. Në planetin e Mërkurit, sipërfaqja është shumë ndryshe nga ajo e Tokës dhe shumë ekstreme. Lind pyetja, si është sipërfaqja që nxehet e këtij planeti? Ajo është e mbuluar me shkëmbinj dhe pluhur të thatë, si një shkretëtirë e fortë. Ka shumë kratera nga goditjet e asteroidëve dhe nuk ka ujë, bimë dhe erë që ta ndryshojnë sipërfaqen. Në këtë planet, temperaturat ditën mund të arrijnë plus 430 gradë Celsius dhe natën bien në minus 180 gradë Celsius.
Pra, mund të themi se Mërkuri është një botë ekstreme, ku sipërfaqja nxehet fort në diell, por ftohet menjëherë në errësirë sepse nuk ka atmosferë që ta stabilizojë. Lind pyetja, si mbrohen nga nxehtësia anijet kozmike? Anijet kozmike janë të ndërtuara pikërisht për të përballuar këto ekstreme të diellit dhe hapësirës, sidomos në misione afër Mërkurit dhe orbitës rreth diellit. Ato kanë buroja termike. Anijet kanë shtresa speciale që reflektojnë rrezet e diellit dhe nuk lejojnë nxehtësinë të hyjë brenda. Për shembull, anijet pranë diellit përdorin materiale shumë reflektuese që ngjajnë shumë me pasqyrat. Ajo ka sistem ftohjeje. Brenda anija ka lëngje që qarkullojnë dhe marrin nxehtësinë dhe radiator që e nxjerrin atë jashtë në hapësirë. Anija nuk qëndron rastësisht. Ajo kthehet me anën mbrojtëse nga dielli dhe pjesët e ndjeshme mbahen në hije. Një shembull real është anija Parker Solar Probe, që është një nga më të afërtat me diellin. Ajo ka mburojë që përballon mbi 1000 gradë Celsius në anën e jashtme dhe brenda pajisjet mbeten në temperaturë normale. Si përfundim mund të themi se anijet kozmike reflektojnë nxehtësinë, ftohen me sisteme speciale dhe qëndrojnë të orientuara saktë. Gjithashtu, përdorin materiale shumë rezistente. Pa këto teknologji, asnjë anije nuk do të mund të afrohej aq shumë te dielli dhe te planetët e nxehtë. Afrimin më të madh tek dielli e ka arritur anija kozmike Parker Solar Probe. Pika më e afërt që ajo arrin është rreth 6.2 milion kilometra nga sipërfaqja e diellit, dhe kjo është jashtëzakonisht afër në shkallë kozmike. Pra, si përfundim mund të themi se anija kozmike Parker Solar Probe është udhëtari më i guximshëm që i është afruar diellit më shumë se çdo objekt tjetër i ndërtuar nga njeriu. Jo të gjitha anijet kozmike kanë njerëz brenda. Në fakt, shumica e tyre janë pa ekuipazh dhe këto anije quhen robotike. Këto kontrollohen nga toka dhe përdoren për të studiuar planetët, për të fotografuar hapësirën dhe për të matur temperaturën, rrezatimin e të tjerë. Këto anije kozmike janë nga më të sigurtat dhe mund të shkojnë në vende shumë ekstreme, ku njeriu nuk mund të mbijetojë. Anijet kozmike me njerëz përdoren për misione më të afërta me tokën. Aty, astronautët jetojnë dhe punojnë në orbitë. Lind pyetja, pse anijet kozmike nuk kanë gjithmonë njerëz? Kjo ndodh sepse hapësira është e rrezikshme, rrezatimi është i fortë, ka mungesë ajri dhe temperaturat janë ekstreme. Gjithashtu, udhëtimet janë shumë të gjata. Si përfundim mund të themi se shumica e anijeve kozmike janë robotike, pa njerëz. Vetëm disa prej tyre janë me astronaut. Robotët shkojnë më larg dhe më rrezikshëm. Pra, hapësira eksplorohet kryesisht nga robot inteligjent, ndërsa njerëzit shkojnë vetëm në distanca të kufizuara. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.